Shikoni pak sot nuk blen dot një shtëpi për shkak se pastrohen paratë e drogës. Nuk blen dot një shtëpi, çiftet e reja nuk blen dot një shtëpi, ka shkuar metri katror në Shqipëri 5.000 euro, 6.000 euro, ndërkohë rroga është 400-500.000 lekë. Zonat e luksit ka shkuar kaq, sepse ku qendra çfarë zonë luksit? Qendër, të vëshëja, 3.000, më fal, po 2.500 euro është zona e Astirit, po ku ju i keni në fresk nga 2.000 euro. Kush ka mundësi 2.000 euro metri katror? Kush ka mundësi me 400.000 lekë, 500.000 lekë rrogë? Po çdo tot që të hapësh një dyqan me 20.000 euro metri katror më të shesësh. Ku ndodhin këto? Tregu është shkërboqur komplet, është komplet fiktiv sepse pastrohen paratë e drogës. Dhe kjo është e vërteta jo vetëm paratë e drogës, por dhe paratë e korrupsionit. Ju e pat Balluku me 300 apartamente. Çdo bëj ajo me ato para. Kujtja edhe 2 jahte. Po, kujtja jep ato apartamente ajo? Sa ai do për kesh. Se ju jeton dot në 300 apartamente. Presidenti Trump nuk i ka 300 apartamente as kur ka qenë biznesmen, as sot as do t'i ketë kurrë. S'ka njeri normal në botë që mund të ketë 300 apartamente. Si ka pas Pablo Escobar i ka Balluku. Pra në këtë